Kryeministri thot se qeveria është shumë stabile, ka shumicë prej 2/3. Aleanca e Taravarit mban kuvent, diskuton nëse do të qëndrojë me Vlenin, Mickoskin apo Ahmetin. Përfaqësimi i shqiptarëve në për institucione, Mickoski sugjeron BDI-s t'i kthehet agjendës së gjelbër që të kthjellohet. Duart larg demokracisë, protesta mbar kombëtare në SBA kundër Donald Trumpit dhe Elon Muskut. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Kryeministri Kristian Mickoski u përmbajt nga të gjitha komentimet rreth zhvillimeve në Vlenë, por tha se qeveria është stabile dhe funksionon e bashkuar. Sot ai së bashku me gjysmën e kabinetit të tij ishte në Tetov për të promovuar punimet e një rruge 700 metra të gjatë. Edhe pse ka shumë paqartësi për funksionimin e mëtejshëm të partnerëve të koalicionit në pushtet me zhvillimet e fundit të Arben Taravarit, kryeministri Kristian Mickoski këmbgul se shumica parlamentare është stabile. Si për ta dëshmuar këtë, në Tetov për 700 metra rrugë kishin ardhur gjysma e kabinetit qeveritar. I pyetur nëse njëri nga liderët e koalicionit Vlen Arben Taravari do të largohet nga koalicioni dhe se liderët e tjerë ai kanë kërkuar kryeministrit që Taravari ta largoj edhe nga qeveria, ai u përmbajt të komentoj këto pohime. Unë do të përmbajsha nga çfarë do lloj komentimi, vetëm do të thosha se qeveria funksionon e bashkuar, si e vetme. Kjo qeveri do të thoshta jo zyrtarisht se ka shumicë prej 2/3 në Kuvendin e Maqedonisë. Realisht, 78 deputet e mbështesin. Ajo që dihet zyrtarisht deri tani është se Taravari ka kërkuar që në zgjedhje të dalë me listë të veçantë dhe jo bashkë me koalicionin Vlen, ndërsa këta të fundit veç më e kanë thënë se në zgjedhje lokale koalicioni do të dalë bashkë në zgjedhje. Po ashtu Taravari ka thënë se është i pakënaqur nga puna e disa funksionarëve të koalicionit Vlen, por në të njëjtën kohë nuk ka dhënë asnjë kritik për kryeministrin dhe për qeverinë. Po ashtu të shtunën Taravari dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti mbajtën takime të veçanta me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, kurse me këtë të fundit, disa nga përfaqësuesit e Vlenit u takuan disa ditë më parë. Kuvendi i Aleancës për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, është duke diskutuar se si do të pozicionohet brenda koalicionit Vlen dhe brenda qeverisë. Para mbledhjes, Taravari tha se do të tentojë deri në fund që të gjejë një zgjidhje me Vlenin. Të shtunën Taravari u takua me Ali Ahmetin, ndërsa Mejzet Megjitin thot se ka pas takim para 4 ditëve. Taravarin sot në kuvendin e partisë e shoqëroi nën kryetaria SHS Zjadin Selës Isen Shabani. Arben Taravari ende i pasigurt nëse në zgjedhje do të garojë vetë apo me koalicionin Vlen. Ai në nisje të kuvendit të krahut të tij të partisë Aleanca për Shqiptarët edhe krahas gjithë zhvillimeve që kanë ndodhur së fundmi, thotë se do të tentojë deri në fund që të gjejë një zgjidhje me Vlenin. I pyetur se kur ka qenë takimi i fundit me njërin nga liderët e Vlenit, Izet Megjitin, ai u përgjigj se bashkë janë takuar para 4 ditësh. Ne jemi pjesë e Vlenit, jo sa e shohim afër Vlenit, ne jemi pjesë e Vlenit, do të tentojmë deri në fund që të gjejmë një zgjidhje së bashku me Vlenin. Në qoftë se jo, kemi edhe opsionin që të shkojmë vetë në zgjidhje. Vetëm me zotëri Izet Megjitin ka qenë takimi fundit me Izet Megjitin. Por një takim rastësor quan ai, takimin me Ali Ahmetin dhe Bajram Begajn që u zhvillua të shtunën. Rastësisht gjeu takuam, unë kisha takim me presidentin, ato që ishin aty që inqizojshin e di, unë as pak që kisha informata se vjen aty mbas me edhe Ali Ahmeti, po as gjë të keqe. Unë edhe mos kishte zhvillimet këtilla, unë se kam plan edhe ndërmend që mos flas një politikan i shqiptar apo Makedonas këtu në vend. Përveç me apasjeve s'du të kem punë. Me tjerit me kred jam ndjenje tulem, bisedoj, flas, të përshëndetemi, kështu që
Ndërkohë, taravarin sot në kuvendin e partisë e shoqëroi nënkryetaria SHS Ziadin Seles Isen Shabani. Ky fundit u pyet se a ka dhënë dorëheqje nga ai post për të qenë sot krah taravarit. Shabani me një përgjigje të paqartë tha se ai dëshiron bashkimin e ASH-s. Sot po patëm takimin me kryetarin dhe episoduam çështjen të cilën unë me muaj me radhë kam paraqitur edhe në çdo parakitje time televizive, që Alianca duhet të jetë sa më e bashkuar, në veçantë në situatat e fundit. Në pyetjen se a nënkupton kjo se Aleanca e Seles dhe taravarit po bashkohen, taravari mohoi këtë duke thënë se nuk ka tendenca të tilla. Përndryshe në kuvendin e sotëm të ASH-s së taravarit u miratua një rezolut me 8 kërkesa për tragjedinë e cila ndodhi në Koçan. Kryeministri Kristian Mickoski dhe zëvendës kryeministri Zet Megjiti janë përgjigjur deklaratave të kryetarit të BDI-s Ali Ahmetit, i cili tha se gjendja e shqiptarëve nëpër institucioni është më keq se në vitin 2001. Mickoski i sugjeron BDI-s që t'i kthehet agjendës së gjelbër që të kthjellohet, ndërsa Megjiti tha se Ahmeti nuk ka kredibilitet të flasë për përfaqësim moral të shqiptarëve. Kryeministri Kristian Mickoski i sugjeron Bashkimit Demokratik për Integrim që t'i kthehet agjendës së gjelbërt sepse duke vrapuar do të ju kthjellohet mendja me ide më kualitative. Ky koment pason pas deklaratës së dieshme të kreut të BDI-s Ali Ahmetit, i cili tha se pozita e shqiptarëve në vend është si para vitit 2001. Mickoski thotë se ata nuk i ndajnë qytetarët në baza etnike, por në sa të ndershëm dhe lojal janë. Ne nuk i ndajmë qytetarët, kemi shoqëri multietnike të cilën duhet ta kultivojmë dhe ashtu do të vazhdojmë. Ne i ndajmë qytetarët në ata të ndershëm dhe lojal, të cilët japin vlerë shtesë vendit, respektojnë ligjin dhe kushtetutën, dhe ata që nuk i respektojnë dhe që duhet të përgjigjen para kushtetutës. Nuk ka këtu ndarje etnike apo politike. Këtë e treguam edhe në vepër. Një njeri nga rrethi im më i ngushtë është arrestuar. Një përgjigje për Ahmetin e kishte edhe zëvendës kryeministri Zet Megjiti. Ai tha se Ali Ahmeti nuk ka kredibilitet të flasë për përfaqësim moral të shqiptarëve. Edhe pse kjo qeveri pra nuk i ka numrat e dy qeverive të kaluara, do të thonë ku Mbara, do të thonë qeveria ishte në këmbë të Çelçit, edhe Kovacevskit edhe Zaevit, edhe përkundër kësaj zoti Ahmeti nuk e shfrytëzoi këtë për të mirën e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi për avancimin e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi as për projekte kapitali infrastrukturës siç është ky sot në Tetov. Një ditë më parë Ahmeti duke deklaruar se nuk është as pak e vërtet se taravari kalon në BDI, foli për qeverisjen aktuale dhe zhvillimet në vend. Çështja shqiptare sipas tij është degraduar dhe shqiptarët në Maqedoni janë në situatën si para vitit 2001. Ai shtoi se shqiptarët kanë humbur pozicione shumë të rëndësishme në shtet dhe për këtë theksoi se bashkëqytetarët maqedonas nuk duhet të krenohen sepse çdo mposhtje e shqiptarëve provokon situata të reja në vend. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar qeverinë se po vazhdon t'i fsheh faktet e tragjedisë së Koçanit, ku pas zjarrit në diskotekën Plus humbën jetën 60 persona, ndërsa rreth 200 të tjerë u lënduan. Më 16 mars humbën jetën 60 jetë të reja. Sot, 21 ditë më vonë, ende jemi në zi. Por ajo që dhem për më shumë është që e vërtet apo fshihet dhe askush nuk përmban përgjegjësi. Çfarë ndodhi me kamerat e sigurisë? E dim që serverët kanë mbijetuar. A është e vërtet që pamjet tregojnë festa me pjesëmarrjen e zyrtarëve lokal të policisë disa ditë para tragjedisë? A ishin ata të pranishëm edhe ditën e ngjarjes? Kush i ka ato pamje? Kush i fshihu dhe pse nuk janë bërë publike deri më sot? Pyet BDI. Integristët po ashtu e pyesin edhe dhomën e kompanive të sigurisë sa ka qenë e licencuar agjencia Rubicon. E gjithë hierarkia lokale policore nga stacioni deri te ministri kanë ditur që lokali punonte pa licencë se përdorej piroteknik dhe lëndë narkotike, thuhet në komunikatën e BDI-s. Mbi 23.700 antarë të LSDM-s votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e partisë. I vetmi kandidat për kryetar është Venko Filipçe, kryetari aktual. Votimi ka nisur në ora 8 të mëngjesit, do të përfundojë në orën 20.
Lidhja Social-Demokrate Maqenis sos zgjedh kryetarin e ri të partisë. Lideri aktual i LSDM-s Venko Filipçe është kandidati vetëm për kryetar të partisë në zgjedhjet e rregullta brenda partijake. Zgjedhjet po mbahen organizatat komunale të LSDM-s në mbar vendin në 78 vend votime, të cilat u hapën në orën 8 të mëngjesit. Votimi vazhdon deri në orën 20. Kompetent për realizimin e votimit është Komisioni Qendror i Zgjedhor i partisë. Nga LSDM informuan se komisioni ka konfirmuar dhe ka mbyllur listën zgjedhore, në të cilën në mënyrë aktive janë regjistruar 23.712 antar. Është siguruar material zgjedhor, paravan për fshekësi gjatë votimit, kuti për zgjedhje, shenja dhe gjithçka që është e nevojshme për ditën e zgjedhjeve. Të gjithë antarët e LSDM-s të regjistruar në mënyrë aktive mund të votojnë për zgjedhjen e kryetarit në komunën e tyre në një vend votim adekuat. Antarët që votojnë duhet të kenë me vete kartelen elektronike të antarësimit të LSDM-s dhe një dokument identifikimi personal të vlefshëm të sëmurë dhe të pafuqishmit votuan të shtunën. Rezultati do të konfirmohet pas përfundimit të procesit të votimit. Zgjedhjet brenda partijake për kryetar të LSDM-s paraprakisht ishin caktuar për 16 mars, por u shtyn për shkak të tragjedisë në Koçan. Filipçe u zgjodh në krye të partisë në qershor të vitit të kaluar, në zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat LSDM i organizoi pas dorëheqjes së Dimitar Kovačevskit për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Filipçe kësaj radhe do të ketë mandat 4 vjeçar. Një person është arrestuar ndërsa një tjetër është në kërkim. Lidhur me të shtonat e publikuara në rrjete sociale, njofton Ministria e Punëve të Brendshme. Gjatë ditës së djeshme, në bazë të një videoje të shpërndar në rrjetin social Facebook, në të cilën ka të shtëna me armë zjarri dhe për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për një vepër të kryer, zyrtarët policor kanë kryer bastisje në fshatin Cërnilisht, komuna e Dollnenit, në shtëpinë e 51 vjeçarit me iniciale JQ. Janë gjetur 3 armë që i posedon me leje, një pushk gjuetie gjysmë automatike, një karabin përsëritëse dhe një pistolet gjysmë automatike, si dhe 395 fishek të kalibrave të ndryshëm, 17 cop fishek gjuetie dhe një marrës i lidhur me video kontrol të instaluar në banesë, informuan nga MPB. Sendet e gjetura janë konfiskuar për shkak të dyshimit për krim të kryer dhe më pas, siç bën mendje MPB-ja, vijon procedura për heqjen e lejes së armës. MPB sqaroi se JQ është arrestuar dhe po merren masa për gjetjen e djalit të tij AQ dhe zbardhjen e plotë të rastit. Kryeministri Albin Kurti ka mbajtur mbledhje me Këshillin e Sigurisë së Kosovës lidhur me incidentet e fundit që ka ndodhur fillimisht sulmimi i zyrës së postës së Kosovës në Zveçan dhe pastaj edhe arrestimin e mbrëmshëm të 4 pelegrinëve serbë në Gjakov, nga të cilët njëri ishte togeri policisë së Serbisë e tjetri kapiteni i ushtrisë së Serbisë. Në njoftim thuhet se në këtë mbledhje u konstatua se përveç ndërhyrjeve të Serbisë në fushatën zgjedhore dhe në zgjedhjet parlamentare në Kosovë të 9 shkurtit 2025, përmes listës serbe dhe kryeterroristit Milan Radojčić si kryetar de facto i saj, Serbia tash po ndërhyn te disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumicë e jo serb, që ta sabotoj themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së 9. Në këtë mbledhje u konstatua se Serbia tash po ndërhyn te disa prej deputetët e komuniteteve jo shumicë jo serbe, që ta sabotoj themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së 9. Me kërcënime e joshje dhe sidomos me shantazhe, ajo por vatet që të nxjisë tensione ndëretnike e ndërpartijake në Kosovë dhe ta destabilizoj Kosovën. Kjo paraqet ndërhyrje flagrante ndaj sovranitetit shtetëror, funksionimit demokratik dhe integritetit institucional të vendit tonë, thuhet në njoftim. Këshilli i Sigurisë së Kosovës falenderon të gjithë qytetarët për mbështetjen e shtetit dhe institucioneve.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do t'i propozoj sot kuvendit emrin e kandidatit për kryeministër. Ndërkohë, afati për zgjedhjen e qeverisë së re në Asamblenë Kombëtare skadon më 18 prill në mesnatë. Në bazë të kompetencave kushtetuese, Presidenti i Republikës do t'i propozoj kuvendit kombëtar një kandidat për kryeministër, pasi të dëgjoj mendimet e përfaqësuesve të listave të përzgjedhura zgjedhore, thuhet në njoftimin e presidencës. Autoritetet serbe janë përballur me një sër protestash që nga nëntori i vitit të kaluar, kur shembja e një çatie në stacionin hekurudhor në Novi Sad shkaktoi vdekjen e 15 personave. Shumë qytetarë e fajsojnë korrupsionin për këtë tragjedi pasi Vučić kishte përuruar renovimin e stacionit në vitin 2022. Shikues të nderuar, kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi edhe në edicionin qendror të lajmeve. Bashkë, mirupafshim.